Me ndërime dhe dhimbje të madhe, familjar, miq, bashkëluftëtar dhe qytetari dhanë lam të mire në fundit ish ushtari të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Avni Hoxha. Indjeri Hoxha, që në moshë të re ishte pjesë të luftës lirimtare, ku së bashku me familjarët të tij dha kontributin në luftën për lirinë e vendit. Pas përfundimit të luftës, Avni Hoxha vazhdoi angazhimin e tij në shërbim të vendit. Ai shërbeu në trupat mbrojtëse të Kosovës, ku me përkushtim dhe profesionalizëm vazhdoi të jep kontributin e tij. Ndërkohë Ramush Haradinaj, ish komandanti rrafshit të Dugaxhinit, e vlerësoi lart angazhimin e të ndjerit Hoxha. Kam pas lerin t'i kalojmë ditë më të vështira të popullit tonë zbashku, me Avnin, me ju tjerë, me gjithë bashkëluftarët që jeni këtu. Sot është vërtet një moment i dhimbshëm, t'i themi lam të mirën e fundit, por po ja japim edhe një premtim. Avni, keme të kujtu për jetë si bashkëluftarin e mirë edhe si njeriun e mirë. I përjetshëm kujtimi për ty. Për punën e dalluar dhe veprat e tij foli edhe bashkëluftëtari Hysem Brahimaj, i cili kujtoi me respekt figurën dhe kontributin e Avni Hoxhës. Gjatë luftës Avni u dalluar për guxim dhe disiplinë të mirëfillt gjatë gjithë pjesës së luftës. Avni u emërua komandant toku, duke dhënë në përgjegjësi dhe trajnëri në radhët e luftëtarëve të lirisë. Në përfundimin e luftës dhe demoralizimin e rrshikës, Avni vazhdonte kontributin e tij në forcën e TMK-s, deri në transferimin e TMK-s në FSK. Familjarët, miqët dhe bashkëluftëtarët e kujtuan Avni Hoxhën si një njeri të përkushtuar, i cili një pjesë të rëndësishme të jetës së tij ja kushtoi vendit dhe lirisë së tij. Mes lotësh, ndërimeve, dhimbje dhe mirënjohës, ish ushtari i ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe ish pjesëtari i TMK-s Avni Hoxha u la të pushoi i qetë në kompleksin memorial në Shqiponj.